Mendoni që Shqipëria, pavarësisht gjithë vështirësive që ka sistemi aktual shqiptar, sepse një pushtet ekzekutiv kontrollon dhe legjislativin dhe gjyqësorin edhe pjesën tjetër, arrit ta sfidoj sistemin. Pse jo Arlind Qori kryeministër? Unë besoj që ekziston potenciali. Shembull nga bota ka plot, ne mund nxjerrim mësime nga vendet e tjera. Prapse besoj që është pothuajse pamundur që modelet përsëriten ajo që ndodhi në Hungari apo ka ndodhur në Gjetiu të përsëritet fjalë për fjalë në Shqipëri. Jo, potenciali është aty. Gjithsesi ne kemi një problem në vendin tonë që në vendet e tjera ndoshta nuk është kaq i mprehtë. Shumë bashkëqytetarë tanë, për arsye historike, për arsye gjeografike, si thonë zgjedhin të votojnë me këmbë, do thotë pakënaqësinë e tyre e shfaqin duke emigruar. Emigrohet nga do, po kam përshtypjen raporti i numrit njerëzve që ikin nga vendi me popullsinë e mbetur në Shqipëri do të jetë nga më të lartë. Po si shpjegoj që diaspora votoi 80% Partitë Socialiste pastaj. I bie që ata kanë ikur për pakënaqësi, dhe nga ana tjetër ata votojnë për Po edhe këtu do të bëjmë ca dallime. E para, numri atyre që kanë votuar nga diaspora ka qenë shumë më i ulët se sa diaspora në tërësi. Kështu që nuk ja kemi dalë gjithë ne që të bindim sa më shumë njerëz që të regjistrohen të votojnë. Ka pas një problem teknik që nuk vlenin dokumentat e vjetra. Shumë shqiptarë që kanë vite në perëndim nuk i kanë rinovuara dokumentet shqiptare dhe praktikisht nuk votojnë dot edhe po duan. Sa njerëz na kanë thënë, le s'vin dot në Shqipëri tani të nxjerrim dokumentat e reja vetëm për të votuar, se ka kosto të larta. E treta, dhe diaspora nuk është një, ka disa. Partia Socialiste dhe Rama kanë marrë shumë vota nga diaspora shqiptare në Greqi. Po jo në vendet e tjera. Në vendet e tjera kanë qenë më dobët. Këtu do të parë arsyet historike, si është formuar diaspora shqiptare në Greqi, cilat janë modelet politike dominuese, cilat janë pasionet politike me cilat janë larguar nga Shqipëria. Por sfida jonë zgjedhjet e ardhshme është e para të bindim sa më shumë shqiptar diasporës të organizimit. Partia Socialiste është një organizatë elektorale jashtëzakonshme. Tani po e mori gjysmën e administratës. Ka japësh rrogën këtu, e ti thuar do shkoni të regjistroni kushurinë në Greqi, patjetër që janë eficient. Tu pa diskutim ti përpara një pengese që është vërtetësisht e kapërcyeshme, që asnjë parti tjetër nuk mund ta rivalizojë. Asnjë parti tjetër nuk mund të çojë mira vet, të lëshojë nëpër Evropë, t'ia paguajë gjitha shpenzimet, e ti thotë regjistroni njerëz. Ne kemi përdorur vetëm rrjetet sociale. Para në rrjetet sociale kemi bindur disa qytetarë që të regjistrohen edhe të votojnë për lëvizjen bashkë. Gjithsesi sfida jonë për zgjedhjet e ardhshme është që e para të bindim sa më shumë shqiptar diasporës të regjistrohen. Të regjistrohen shumë rëndësishme, të regjistrohen për të votuar dhe tjetra që është bindim të votojnë për lëvizjen bashkë. Mua më kënaq fakti që në përqindje, jo në numër votash, por në përqindje ne kemi marrë më shumë vota në diasporë se në Shqipëri. Lëvizja bashkë ka pas në përqindje rezultat më të mirë në diasporë se sa në Shqipëri, dhe kjo më duket ka qenë e përbashkët e gjitha partive të reja. Dhe e vetja parti që ka dalë shumë më keq jashtë Shqipërisë se sa në Shqipëri ka qenë Partia Demokratike. Paka shumë gjitha partitë e tjera, PS-ja për shkak të infrastrukturës dhe partitë e reja për shkak të faktit që jehojnë më shumë mirë idetë e tyre tek shqiptarët e diasporës, kanë dalë më mirë në diasporë në përqindje votash se sa në Shqipëri. Kjo mua më jep shpresë. Për fund, duke qenë se jemi dhe në limitat e kohës tonë, doja të pyesja keni në ana strategjike taktike, a mendoni të ndryshoni gjësendi nga eksperienca qoftë edhe zgjedhjeve të kaluara drejt sfidës zgjedhjeve lokale të ardhshme, por natyrisht atyre parlamentare? Po një gjë që do ndryshojmë në raport me zgjedhjet e kaluara lokale është që në 2027 ne do të kandidojmë në shumë bashki. Do kandidojmë edhe për këshillat bashkiake, edhe për kryetar bashkie. Në 2023-shin, për shkak se ishin partije sapo formuar, në të gjitha burimet tona i përqendruam në Tiranë, sepse mendonim as u kohë me drejt një rezultat i mirë në Tiranë, siç e morëm, do të shërbente si lloj trampoline për të hedhur në Shqipëri. Sot jemi në kushte më të mira organizative dhe kemi mundësinë të kandidojmë në shumë qytete, sigurisht mundësisht në të gjitha bashkitë, por do të dimë mirë cilat do të jenë bashkitë e ardhshme, sepse do të presim rezultatet. Janë të kushtueshme fushatat e Shqipërisë, sepse kemi parë raporte që tregojnë për shifra maramund se fushatat në Shqipëri po i bëre si lëvizja bashkë nuk janë të kushtueshme. Ndonse ne prapë shumë lehtë na duken. Domethënë, ndonse ne shpenzojmë, jemi partia që shpenzon shumë herë më pak para se çdo parti tjetër që konkuron në Shqipëri, ne prapë na duken shumë para, sepse ato para ju kërkojmë antarëve tanë që paguajnë kotizacione apo mbështetësve tanë që shprehen forma solidaritetit financiar, që ju kosto ka, mirë po kostoja drejtpeshohet nga vullnetarizmi, pra nga njerëzit që pasi mbarojnë punën e tyre, marrin ca letra, që sigurisht kushtoj, pak,
Dhe me ato letra u bien dyerve, dalin nëpër lagje, i shpërndajnë fletushkat. Kjo është fushata jonë.